Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk duhet të konsumoni vaj ulliri nëse vuani nga këto 3 probleme shëndetësore. Vaji i ullirit është një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare, përmban fenole, sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyra esencial, të cilët e bëjnë pa diskutim mbretjen e tryezës për një shëndet sa më të mirë. Konsumi i tij është i sigurt nëse merret nga goja ose aplikohet në lëkurë. Mirëpo studimet e fundit kanë treguar se vaji i ullirit nuk është i tolerueshëm nëse konsumohet në këtë gjendje. Diabeti. Vaji i ullirit mundet që të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Për këtë arsye, të gjithë personat të cilët janë të prekur nga diabeti duhet që të kontrollojnë vazhdimisht nivelet e glukozës dhe të insulinës në qoftë se përdorin vaj ulliri. Mos konsumoni vaj ulliri para një ndërhyrje kirurgjikale. Vaji i ullirit mundet që të ndikojë tek sheqeri në gjak duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të tij gjatë dhe pas operacionit. Mos përdorni vaj ulliri 2 javë para operacionit. Mos konsumoni vaj ulliri në qoftë se po trajtoheni për tensionin e lartë të gjakut. Përdorimi i vajit të ullirit së bashku me ilaçet për tensionin e lartë të gjakut mundet gjithashtu që të shkaktojë ulje të këtij të fundit poshtë normales, prandaj përpiquni që të monitoroni në mënyrë vigjilente dozat e tij gjatë ditës. Gratë, shtatzëna dhe ato të cilat ushqejnë fëmijën me gjy. Nuk ka mjaftueshëm të dhëna të sigurta rreth sigurisë së përdorimit të produkteve të vajit të ullirit gjatë shtatzanisë ose kur ushqeni fëmijën me gjy. Mos përdorni sasi të mëdha më shumë se zakonisht në ushqimet tuaja. Ja pse duhet të konsumoni vaj ulliri çdo ditë. Siç e përmendëm, ekzistojnë disa raste specifike në të cilat është ndaluar konsumi i vajit të ullirit, por të shumt janë edhe rastet në të cilat vaji i ullirit është më se i domosdoshëm për shëndetin duke ofruar të mira shëndetësore për të gjithë organizmin. Të shumt janë ata që nuk e konsumojnë yndyrën pasi mendojnë se është e dëmshme. Mundet që të ndodhë në disa raste që ajo të dëmton, por kur merret në masë është e dobishme për shëndetin. Të gjithë e pëlqejnë vajin e ullirit, sidomos kur ai është i pastër ose kur e prodhoni vetë. Ne këtu do t'ju sjellim të mirat që ofron organizmi. Vaji i ullirit është i pasur në yndyra të shëndetshme. Vaji i ullirit është vaj natyral i nxjerrë nga ulliri, rreth 24% e vajit është e përbërë nga yndyra të ngopura dhe omega-3, omega-6 dhe acide yndyrore. Por acidi yndyror në vajin e ullirit është jashtëzakonisht i dobishëm për shëndetin. Ai ndihmon gjithashtu në reduktimin e inflamacionit dhe lufton sëmundjet e këqija. Vaji i ullirit përmban sasi të mëdha të antioksidantëve. Vaji i ullirit ekstra i pastër është mjaft ushqyes. Përveç acideve të saj yndyrore të dobishme, ai përmban edhe sasi të vitaminave E dhe K. Antioksidantët e gjendur tek vaji i ullirit gjithashtu ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve serioze. Ato gjithashtu munden që të luftojnë inflamimin, parandalojnë rritjen e kolesterolit në gjak, mbrojnë zemrën nga sëmundjet, parandalon goditjen në zemër. Sipas të dhënave, gjaku mpikse dhe çrregullohet. Ai nuk mundet që të shkojë drejt në tru ose në zemër dhe përpasoj shumë njerëz pësojnë sulme në zemër. Një studim ka zbuluar se konsumimi i vajit të ullirit, që është një burim i mirë i yndyrave të shëndetshme, ul rrezikun e dëmtimit dhe mpikse së gjakut në zemër. Nuk shton apo humb në peshë.
Një lajm i mirë për të gjithë ju, në qoftë se hani vaj ulliri, ju as nuk do psoheni dhe as nuk shëndosheni. Trupi juaj do të jetë po njësoj. Studime të shumta kanë lidhur modelet dietike mesdhetare të pasura me vaj ulliri me efektet e favorshme në peshën e trupit. Sipas studimeve, konsumimi i vajit të ullirit gjithashtu nuk çon në shtim në peshë, prandaj ne ju sugjerojmë që ta konsumoni atë pa problem. Lufton gjithashtu sëmundjen e Alzheimer. Sëmundja e Alzheimer është sëmundja më e zakonshme neurodegenerative në botë. Një nga karakteristikat e saj kyçe është ndërtimi i të quajturës pllaka amiloide beta brenda qelizave të trurit. Në një studim të kryer së fundmi u zbulua se vaji i ullirit mundet që të ndihmojë në heqjen e këtyre pllakave nga qelizat e trurit. Vaji i ullirit mund të konsumohet në gjellra dhe në sallata nga më të ndryshmet, por a e dini se çfarë ndodh në qoftë se ju do të pini një lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyra esenciale për një shëndet të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Në qoftë se ju vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet që të provoni këtë truk, të pini një lugë gjelle me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe gjithashtu rënien e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse e ndjen lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazh i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të kuqe vezë, pure karrotash ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë menjëherë ndryshimet e para. Mëlçia gjithashtu është një nga organet më të rëndësishme të sistemit tuaj tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjithë elementet ushqimor si për shembull yndyrë, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë. Prodhon substanca gjithashtu për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksikues për të larguar lëndë toksike që janë marrë nga ushqimi apo janë prodhuar në aparatin tuaj tretës, por si çdo organ tjetër edhe mëlçia juaj ka nevojë të detoksifikohet. Përzjeni një lugë gjelle me vaj ulliri dhe një lugë gjelle me lëng limoni dhe pijeni esëll çdo mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi as në regjimin tuaj ushqimor të prekurve nga diabeti, madje sipas mjekëve ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të gatuara me vaj ulliri pasi ul nivelet e kolesterolit të keq dhe balancon nivelet e glukozës në gjak. Gjithashtu, në qoftë se doni që të keni një shëndet të mirë dhe të keni një lëkurë sa më të pastër, vaji i ullirit është një përbërës tërësisht thelbësor në shumë produkte kozmetike i cili redukton skuqjen dhe ëndjen dhe mundet që të ngadalsojë edhe shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka fuqi të antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!